Korça, qyteti i njohur për artizanatin dhe trashëgiminë e pasur kulturore, ka tërhequr këtej 3 vajza tuaja të cilat po mësojnë mjeshtërinë e thurjes së qilimeve. Njëra prej tyre vjen nga Turqia dhe ka një lidhje të veçantë me vendin tonë. Nëna e saj është me origjinë nga Korça, ndërsa babai turk, dhe për këtë arsye ajo e ndjen thurjen e qilimeve jo vetëm si një pasion, por si një rikthim tek rënjët e familjes. Jam Burgju, unë jetoj 8 vjet në Tiranë, në Shqipëri. Unë jam origjinë nga Korça. Po, mami im nga Korça, edhe babi im nga Turqia. Unë e kam qef të bëj diçka punë dorë, edhe unë dua të mësoj diçka shumë ndryshme, edhe kjo është herën e parë për mu, edhe mirë, e pëlqeva shumë, sepse kjo është shumë tradicional, edhe duhet të mësojmë tradicional në gjë, besoj, gjithmonë, për çdo vend. Nuk e di nëse jam mirë, pa tjetër, unë kam filluar sot edhe ta shikojmë nëse jam mirë edhe kam më shumë qef edhe mund të provojmë më shumë projekte madhe. Krahas saj, një vajzë nga Tajvani dhe një tjetër nga Anglia, të dyja të mahnitura nga bukuria e traditave shqiptare, kanë zgjedhur të mësojnë këtë zanat shekullor. Ato tregojnë se janë dashuruar me motivet, ngjyrat dhe simbolikat e qilimave shqiptar. Për herë e pyes veten se a mund të bëj një qilim të bukur kur e pash për herë të parë në pazar i vjetër në Korçë dhe jam shumë e lumtur që po e mësoj tani. Më pëlqen tradita shqiptare. Nëse bëj një qilim do e marr me vete në Tajvan. E pata online këtë mundësi dhe për herë kam dashur të mësoj të thurr qilima. Erdha Kastile nga Tirana në Korçë për të mësuar. E dua traditën shqiptare, po mësoj sepse jam e interesuar t'i bëj vetë një ditë. Kjo iniciativë ka nisur nga një sipërmarrje në Korçë ku vajzat e reja kanë mundësi të mësojnë ndjebërjen e qilimave të vjetër çdo javë në qendrën rinore, ku tingujt e zjahut bashkohen me frymën rinore, por edhe atë të gjeneratave.